Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi gjatë një konference përshtyp se ekonomia shqiptare po hyn në një fazë të rizhvillimi, e mbështetur nga një sistem fiskal me efikas dhe reforma të vazhdueshme. Sipas tij, të ardhurat në buxhet kanë arritur nivele historike, si rezultat i mirë administrimit, reformave dhe rritjes së ndërgjegjësimit fiskal të qytetarët dhe bizneset. Malaj theksoi se për vitin 2026 parashikohet një rritje me mbi 1 miliard euro të ardhurave, e cila nuk do të vijë si pasojë e rritjes së taksave, por nga forcimi i administrimit dhe lufta kundër informalitetit. Ai shtoi se financat publike tashmë po funksionojnë si një motor i zhvillimit ekonomik, ndërsa vendi po avancon drejt përmbushjes së objektivave të përafrimit me Bashkimin Evropian. Gjithashtu, sipas ministrit, është shënuar progres në përmirësimin e shërbimeve digjitale dhe në rritjen e efikasiteteve të kontrolleve nga administrata tatimore dhe ajo doganore. Ministri nënvizoi se një pjesë e objektivave të përcaktuara në kuadër të planit të rritjes janë përmbushur përpara afateve, duke reflektuar një ecuri pozitive të ekonomisë shqiptare.